institucioneve. Për ne si PDK, e fatkeqësisht nuk do duhet ishte vetëm për ne, po më besoj që për gjithë skenën politike, publike dhe institucionale, 16 shtatori është data më e rëndësishme. Është data kur po shpresojmë dhe po besojmë do të thuhet fjala e fundit. Kemi në spesëve sanë të pikrisht të data që është në cëshme pesui gjyqi i shekullit, pishojmë videot, pishojmë deklaratat e politikanëve në Serbi, që në të prit me knasi, tash burimet e mia flitit thojnë që Serbia është e bogati prapë një padin ndaj edhe ZND-s për të drejtën e pavarësisë Kosovës në rast hipotetik që gjykatës tash shpjure politike me një vendim në ku dënohen themeluesit që një situatë jashtëzakonshme edhe me zhvillimin dhe shtetësinë e vendit. Vlore kom edhe një pyetje. Pikërisht e çështja, bazë për shtypjes që keni si PDK, a keni besim që do të ketë krim të institucionit nga Zoti Kurti? Se thatë qasja nuk ka reflektim, qasja tash unë pedi që... Unë do doja të befasohem... Polina, ke si përshtrek të pyetje, situata politike, për në detyra një bëllë të pyetje. Unë do doja të befasohem për të mirë, kushtimisht po them. Do doja të befasohesh si Zoti Kurti për një do mi bëj institucion. Dëshiron të ndërtoj institucionet, çfarë kemi po, jo vetëm gjatë qeverisjes së tij, po edhe në këto muajt e fundit është një përpjekje, një insistim i vazhdueshëm i Zotit Kurti, jo me ndërtu, po me rënu institucione. Dhe në fund fare, këto sjelljet e 2 viteve të fundit janë edhe përpjekje për të delegitimuar edhe demokracinë vetë, se ju pak më herët më thatë, po pse të dalë prapë në zgjedhje, pse të dalim prapë në zgjedhje. Po, është zika me dalë të kush me arë në studio me thonë, unë premtoj, s'ka premton. Pikrisht kjo është ajo çfarë po synon të arri Albin Kurti me qasjen e tij, të delegitimoj institucionet siç është përpjekur ta delegitimoj edhe gjykatën kushtetuese, edhe policinë, edhe mediat, edhe bizneset. Tash këto, si të themi, përpjekjet, qasja që ka pas në 2-3 vitet e fundit, dëshmon që ka edhe një përpjekje serioze për të delegitimuar edhe demokracinë si të marrëm si një qenë, dizistimin e demokracisë dhe krejt. Zgjedhjet e fundit ishte shumë mesazh i qartë, 67% njerëzve nuk dule me votu. Çka nëse shkojmë prapë? Unë isha një kes, më thonë dikush presidentët, ky nisër, kur e di që kanë dalë vesh që 33% popullit tam kanë votu, 67% njerëzve i kanë sabotuar zgjedhjet. Për paktën për ndërzjezjen tam si njeri. Çka nëse shkojmë prapë në zgjedhje dhe rritet prapë s'kjo paknasi. A jeni vëdishëm këtë cilit politike? Po partia demokratike... Po tërheqja njerëzve, upja interesimit, mos prezenca në zgjedhje, po flasëm Partia Demokratike e Kosovës e ka lexuar shumë qartë rezultatin zgjedhor dhe ne kemi kuptuar që edhe këtë e kemi pas qartë dorën zemër edhe para 7 qershorit dhe kemi thënë edhe këtu në studiot e ju që qytetari i Kosovës është i ngopur nga frazat e thata, është i ngopur nga fjalimet e stërmbushura me slogane e pralla e ideologji. Qytetari i Kosovës është ngopur që tani e 2 vite sa herë ta ndezë ekranin me dëgju lajme, nuk dëgjon lajme për vete, po dëgjon lajme për ne. Kush ku ke, kush çka tha, kush po bëhet ministër, nuk e dëgjon asnjë lajm, as a do t'i rritet paga, as a do t'i rritet pensioni, as a do t'i ulet çmimi i energjisë elektrike dhe sigurisht që kjo ka prodhuar një zhgënjim masiv. Tash është detyra jonë, si PDK në këtë rast, si subjekt politik opozitor, se këtë e kemi bërë të qartë që do të jemi në opozit, që të bisedojmë më intensivisht me qytetarin e Republikës së Kosovës dhe të rrisim përpjekjet për t'i bërë ballë luftës hibride, po e ripërsëris luftës së jashtëzakonshme hibride, e cila kërkon financim të madh, se ajo pa para nuk bëhet. Vlorë, po njëna shumë kesi po na shkon vetë e kritikoj krejt këtë qasi ku ka ra politika dhe diskursi publik, po fatkeqësisht po duhet me mbjetu në treg edhe me mu përshtat pazarit ciltin e kanë bë një pjesë e elitës politike. Zhvillimet e fundit gjeopolitike janë të jashtëzakonshme. Polonia, hapja e bisedave strategjike me Serbinë, kohën kur vetë bujqësia dhe krejt miniatura politike në Serbi mobilizu kundrejt gjykatës speciale, ku flitet prapë çështja e pastrimit etnik, Serbi si hapën, ato na janë metat bobat Albini, apo merr PDK-n kush pën. Fatkeqësisht jena të kena të këstat. Për te kësaj,
e kemi vendimin e zyzjet një gjykatë, e cila gjithçka ka tregu që veç gjykatë nuk është. Me kretë ato vendime politike që ka marrë, me kretë ato shqetësime, sidomos refuzimi i ekspertëve britanik për të drejtat e lirive të njeriut që është përdor atje. Çka pritni me 16-in? Çka do të thotë pikërisht ta mund me kanë interferuar vendimin i gjykatës që kemi pasur nuk është gjykatë, është vendim politik kur Kosova ka një destabilizim të tillë politik pra institucione, nuk po bëhet fjalë për mbrojtjen e tre njerëzve, po bëhet fjalë për mbrojtjen e shtetësisë, që në soaz gjatë organizimi sot i kemi shtetin, i kemi kriptonjoje. Çka pritni? Edhe a njëri që mundet me pas interferim politik mungesa e institucionit në Kosovë në prag këtij vendimi? Çfarë sigurisht që ne si PDK po para së